Një 17 vjeçari, identifikuar si Santiago Qerqizi, u aksidentua mes ditën e së njëjtës në zonën e Karaburunit, duke udhëtuar me një mjet lundrues si turist, së bashku me persona të tjerë, duket që nga shpejtësia e skafit që 17 vjeçari Santiago Qerqizi ka rënë dhe përpasoj është prerë nga helikat e skafit në pjesën e pasme të trupit, por edhe në gjymtyrët e poshtme. Burimen nga Spitali i Vlorës bën me dije se 17 vjeçari ishte në gjendje të rëndë për jetën. Për rreth 3 orë u arrit të ndalojë hemorragjia, ndërkohë që është transportuar më pas në Spitalit të Traumës në gjendje të rëndë ku vijon ende nën kujdesin e mjekëve. Një 17 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd pas një aksidenti në det në ngjarjen e ndodhur pas ditën e së njëjtës. Sipas informacioneve paraprake, i riu i identifikuar si Santiago Qerqizi dyshohet se ka rrëshqitur nga mjeti lundrues ku ishte së bashku me turistë të tjerë dhe është goditur nga helikat e një skafi, duke pësuar prerje të shumta dhe dëmtime serioze në këmbë dhe në pjesë të tjera të trupit. Menjëherë pas ngjarjes ai është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku stafi mjekësor i ka dhënë ndihmën e parë. Mjekët kanë arritur të ndalojnë hemorragjin dhe ta stabilizojnë gjendjen e tij, duke bërë të mundur transportimin drejt një spitali më të specializuar. Për shkak të plagëve të rënda dhe gjendjes së rënduar shëndetësore, 17 vjeçari është dërguar më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po merr trajtim të specializuar nga ekipet mjekësore. Ndërkohë rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë, ndërsa pritet që në vijim të jepen detaje të tjera zyrtare mbi rastin.